Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Elena dhe jam 25 vjeçe. Ka disa ngjarje në jetë që të mbeten në mendje për gjithmonë edhe kur vitet kalojnë dhe gjithçka tjetër duket sikur ndryshon. Ato janë momentet kur e kupton sa e brisht është jeta dhe sa shpejt mund të ndryshojë gjithçka. Për mua një nga ato momente ndodhi një verë të nxehtë koriku disa vite më parë, kur vendosa të shkoja për disa ditë te gjyshrit e mi në fshat. Unë jam rritur në qytet dhe jeta ime kishte qenë gjithmonë e mbushur me zhurmë, trafik dhe njerëz që nxitojnë. Fshati i gjyshërve ishte krejt ndryshe. Aty koha dukej sikur ecte më ngadalë. Në mëngjes dëgjoja vetëm këngën e zogjve dhe zhurmën e lehtë të erës që kalonte mes pemëve. Gjyshi im kishte një shtëpi të vjetër me një obor të madh plot pemë. Kishte kumbulla, dardha dhe një fik të madh që jepte një hije të freskët në verë. Por vendi që më pëlqente më shumë ishte lumi i vogël që kalonte disa minuta larg shtëpisë. Ai lum ishte si një vend i fshehtë për banorët e fshatit. Në ditët e nxehta të verës, njerëzit shkonin atje për të freskuar, për të biseduar ose thjesht për të kaluar pak kohë pranë ujit. Që në ditën e parë që arrita, gjyshja më tha: "Mos hyr shumë thellë në lum, disa pjesë kanë rrjedhë të fortë." Unë i thash që do të bëja kujdes, por në mendjen time mendova se nuk ishte asgjë për t'u shqetësuar. Kisha notuar gjithmonë dhe besoja se e kontrolloja mirë veten në ujë. Një pasdite kur dielli ishte shumë i fortë dhe ajri dukej sikur dishte, vendosa të shkoja te lumi vetëm. E mbaj mend shumë mirë rrugën. Kalova përmes një shtegu të vogël me barë të lartë dhe dëgjova zhurmën e ujit që rridhte mes gurve. Kur arrita te bregu, pash që nuk ishte shumë njerëz, vetëm disa djemë që po rinin pak më larg duke biseduar dhe duke qeshur. Ula në një gur të madh për disa minuta dhe vendosa këmbët në ujë. Ishte shumë i freskët dhe menjëherë ndjeva një ndjesi lehtësimi nga vapa. Pas pak vendosa të futesha më shumë në ujë. Në fillim gjithçka ishte perfekte. Uji ishte i qetë dhe unë notoja ngadalë duke shijuar freskinë. Por pa e kuptuar, u afrova në një pjesë më të thellë të lumit. Në atë moment ndjeva që rrjedha po më shtynte më fort. U përpoqja të notoja drejt bregut, por kuptova se nuk ishte aq e lehtë sa mendoja. Rrjedha ishte më e fortë se sa dukej nga sipërfaqja. Fillimisht mendova se do ta përballoja lehtë, por brenda pak sekondash fillova të lodhem dhe të humbas kontrollin. Sa më shumë përpiqesha të dilja, aq më shumë ndjeja që uji më tërhiqte. Fillova të ndjej panik. U përpoqja të qëndroja në sipërfaqe dhe të kërkoja ndihmë. Në ato momente ndjeva një frikë që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Papritur dëgjova një zë nga bregu dhe pash dikë që po vraponte drejt ujit. Ishte një nga djemtë që kishin qenë pak më larg. Pa menduar fare, ai u hodh menjëherë në lum. Unë po përpiqesha të qëndroja në sipërfaqe kur ai arriti pranë meje. "Mbau qetë, mos u përpiq shumë", më tha ai. Më mbajti nga krau dhe filloi të notoj drejt një pjese kur rrjedha ishte më e dobët. Për disa minuta që për mua u dukën si një përjetësi, ne luftuam me rrjedhën e ujit derisa më në fund arritëm në një vend më të cekët. Kur dola në breg, u ula menjëherë në tokë duke marrë frymë thellë. Zemra më rihte fort dhe duart më dridheshin. Ai ul pranë meje dhe më pyeti nëse isha mirë. Nuk dija çfarë të thoja. E falenderova disa herë. Ai vetëm buzëqeshi dhe më tha: "Mos u shqetëso, ndodh shpesh këtu." Pastaj më tregoi se ai dhe shokët e tij vinin shpesh në atë vend dhe e njihnin mirë lumin. "Ka disa pjesë që duken të qeta, por rrjedha është shumë e fortë", më tregoi ai. Ne biseduam për disa minuta. Ai më tregoi se quhej Ardit dhe jetonte në një fshat aty pranë. Shokët e tij nga larg po e thërisnin, por ai qëndroi pak më gjatë për t'u siguruar që unë isha mirë. Para se të largohej, më tha diçka që e mbaj mend edhe sot.
Herën tjetër mos hyr vetëm në pjesën e thellë. Lumi duket i qetë, por duhet respektuar. Unë buzëqesha dhe i premtova se do të bëja kujdes. Ai u kthye te shokët e tij dhe pas pak u larguan. Unë qëndrova edhe pak në breg duke menduar për atë që sapo kishte ndodhur. Në vetëm disa minuta, një ditë e zakonshme ishte kthyer në një moment që mund të kishte përfunduar shumë ndryshe. Që nga ajo ditë e kam parë jetën ndryshe. Ndonjëherë një moment i vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Dhe ndonjëherë një i panjohur që nuk e ke parë kurrë më parë bëhet personi që do të shpëtojë jetën. Edhe sot, sa herë që kujtoj atë pasditë vere pranë lumit, më kujtohet jo vetëm frika që ndjeva, por edhe mirënjohja për atë djalë që pa menduar 2 herë u hodh në ujë për të më shpëtuar. Dhe gjithmonë mendoj se ndonjëherë njerëzit më të rëndësishëm në historinë tënde janë ata që i takon vetëm për pak minuta, por që lën një kujtim që zgjat gjithë jetën.